Zonja dhe zotë, një përshëndes, jemi me edicionin e shkurtër informativ në News 24. Astronautët e Artemis 2 u rikthyen në gjendje të mirë në tokë, duke i dhënë fund misionit të tyre historik 10 ditor rreth Hënës. Ekipazhi me 4 astronautë në oqeanin paqësor me sukses. Ky është fillimi i një epoke të re të eksplorimit të hapësirës njerëzore, theksoi NASA pas kthimit të ekipazhit. 4 astronautët janë të lumtur dhe të shëndetshëm, deklaroi një zyrtar i Agjencisë Hapësinore në një konferencë për shtyp. Momenti më kritik i misionit ishte rikthimi në atmosferën e tokës, kur kapsula Orion hyri mbi oqeanin paqësor rreth 3200 kilometra larg brigjeve të SHBA-s. Një ngjarje rënd ka ndodhur në fshatin Viron të zonës së Niklës në Fushkruj, ku Eduard Tafmataj, 33 vjeç, dyshohet se ka vrarë me armëzjari Artur Çangun, 41 vjeç. Dyshohet se krimi ka ndodhur pas një konflikti midis djemve të viktimës dhe autorit disa ditë më parë në lidhje me një pronë. Trupi i viktimës u gjet në një kodër në fshatin Kurçaj pas një telefonate të bërë në polici që dyshohet se ka qenë vetë autori. Në trupin e viktimës ka shenja plumbash të armës së gjahut, ndërkohë është publikuar edhe foto e 48 vjeçarit Çangu që mbeti viktim, si dhe foto e autorit. Po ashtu policia bëri më dije se ka shpallur në kërkim 33 vjeçarin Eduard Ahmataj dhe operacioni për kapjen e tij vazhdon. Aeroporti Vlorës nuk do të nisë të funksionojë as këtë verë. Autoritetet kanë njoftuar operatorët turistik, ndërsa 10 chartera kanë anuluar fluturimet drejt Shqipërisë. Ky është viti i dytë që turizmi bart pasojat e premtimeve për një aeroport të pambaruar. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ngriti sërish sot akuza ndaj qeverisë për portin e Durrësit. Ai përmendi kryeministrin Edi Rama dhe Belinda Ballukun si të lidhur me atë që quhen aferë korruptive në procesin e tenderimit dhe në projektin e portit të ri. Berisha tha se ndërhyrjet ndërkombëtare penguan tenderin korruptiv. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka dërguar një raport pranë selive diplomatike në Shqipëri, ku ngre shqetësime për kufizimin e të drejtave të opozitës në kuvend. Në dokument opozita pretendon se gjatë 6 muajve të fundit janë refuzuar sistematikisht mekanizmat kryesor të kontrollit parlamentar. Sipas raportit, kjo situatë rrezikon funksionimin normal të demokracisë dhe rolin e opozitës në vend. Këshilli i Ministrave i ka hapur rrugë shoqërisë shtetërore Kajo për të hyrë në negociata me kompanitë e huaja për prodhimin e dronëve dhe mjeteve lundruese. Por ndërsa flitet për projekte të mëdha në industrinë ushtarake, në ish uzinën e autotraktorëve ku Kajo është bërë pronar prej një viti, nuk raportohet ende aktivitet konkret në terren. Pas ankesave të shumta të abonentëve për rritjen e çmimeve të shërbimeve nga kompania telefonike One, nga 1 maj 2026, kreu Jakep jep reagimin e parë zyrtar. Ai paralajmëron se çështja është nën monitorim dhe se do të merren vendime nëse do të jetë e nevojshme. Besimtarët ortodoks kremtojnë të premten e zezë, ditë që përkujton vuajtjen e Jezu Krishtit dhe vdekjen e tij në kryq. Në Korçë, nisja u bë nga sheshi i katedrales Ngjallja e Krishtit, ku u bashkuan 6 epitafet e kishave dhe procesioni u udhëhoq nga mitropoliti Korçës i Zot Anastasi. Bordi i transparencës vendosi sot sërish rritjen e çmimeve të karburanteve. Sipas vendimit të fundit, nafta do të shitet jo më shumë se 217 lekë për litër me pakicë, ndërsa me shumicë jo më shumë se 205 lekë për litër. Benzina do të jetë jo më shumë se 176 lekë për litër me pakicë dhe 164 lekë për litër me shumicë. Çmimet hyn sot në fuqi në orën 18 dhe do të mbeten të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku pritet të pasqyrohen ndryshimet e radhës. Nëse dje u krijua ideja e një frymëmarrjeje për qytetarët, sot realiteti u kthye sërish aty ku ishte. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion të shkurtër informativ në News 24.